Shqipëria nis sot përgatitjet për 2 ndeshjet miqësore që do të zhvillohen brenda pak ditësh në stadiumin ton kombëtar në Tiranë këtë javë. Trajneri i ri Rolando Maran do zbres për herë të parë në orën 18 në fushë bashkë me stafin e tij për drejtuar një seancë të kuqezive që nga dita kur ai mori stafetën si pasardhës i Silvinjos. Seanca e parë do të zhvillohet në shtëpinë e futbollit. Maran ka grumbulluar 26 lojtar, por vetëm me 2 risi në raport me grupin e Silvinjos. Pano Qirko, portieri i Partizanit, është në listën e gardianëve për shkak të dëmtimeve që kanë Strakosha dhe Dajsinani. Luis Hasa është kurioziteti më i madh. Mesfushori i rritur tek Juventus dhe tani më pjesë e Napolit, që i kishte dhënë huazim në sezonin e fundit te Carraresen Serie B, është një lojtar me shumë cilësi që mund t'i jap mjaft kombëtares. Disa lojtarë të tjerë nuk janë për arsye dëmtimesh, sikurse Manaj apo me Don Berisha dhe Kumbulla, ndërsa Ivan Balliu po reflekton tërheqjen ndaj u zëvendësua nga Adroj. Maran ka të tjera ide mbi futbollin në raport me Silvinjon sa i takon pozicionimi taktik. Ndaj për duelet me Izraelin dhe Luksemburgun, i gjithë kurioziteti është tipologjia e lojës së trajnerit italian, i cili parapëlqen të luajë kryesisht me skemën 4-3-1-2 ose 4-4-2. Testi i parë do të jetë mërkurën kundër Izraelit, ndërsa në datë 6 qershor do të luajë ndaj Luksemburgut.